Pastaj kam komunikuar, kam dëgjuar që në prapavi kur kam folur në telefon me zotin Abdigjikun, i kam kërkuar që të takojmë, ka thonë jo, s'kem nevojë mu taku, zbat kjo punë. E kam dëgjuar nga Zmohaxherin mrapa, e kam dëgjuar zonin e tij të fol. Anish ka thëtë, unë ka thonë nuk ki nevojë me ardhë mu taku, e kum dëgju nga Zmohaxherin mbrapa në telefon. Në më thonë, a kom qas largë telefonit edhe të shoh këta me siguri, me zatnal të shoh, të ofendu. Ky e ka një në përmes telefonit të Abdigjikut, që ky a kon të folë me Abdigjikun, e ka një ato në ambiente ku o kon sala, nuk e di shka kon, po ky e ka një edhe ato, aj të ofendu Tahirin, tash logarete, se nashta qëtë detaj se ka një kërkush, e po du më ju kalzu që kush e kontrollon Lëdykën. Lëdykën e kontrollon Zmohaxheri me devollistant. Devollistant e din krejt Kosova që ata e kontrollojnë Lëdykën, po jo për të mirë të Lëdykës. E kontrollojnë Lëdykën për të mirë të PDK-s. Kjo është realitet. Devollistant e ka shkatru, e kanë prunë derin që të gjendje, Lëdykën të dosht kishë me ba mirë, e të i ba mirë PDK-s. Tjetra, shka mërë shumë interesant, që Abdigjiku veç kryetar nuk ishë në Lëdykë. A fjallë të mdhaja kogja kështu, kur ta shen televizor, dhe të njam kryetar, unë jam anena, unë jam nena, pa e veç kryetar, unë i thesha veç Memlic, nuk është kryetar, pa i kogja burë Memli, kogja kryetar ish, me krasu me Abdigjikun, këj heq kërkunësish. Ja, për Abdigjikut për të vike gjëna që farë kryetar ish. Besa gjëna, taj kur i bosh, edhe SMS-a që a e ka dit, e ka aprovu, e ka thonë më mdimu edhe në Sarek, njerin e ka shti me thirë Albin Kurtin, mu taku me Albin Kurtin pa pas nevoj hiq, për hatër partijes, që me ndimu edhe në Sarek, vetë vendosja që Lëdykëja me dole para, në balotash. Edhe del njeri të ranë sy me sy, në televizion, thasha, amo për me dhonë vull, për me fundos mirë Lëdykën, këto rasti i djeshit, e kanë vullos kështu me të madhe. Edhe një për garantoj që Lëdykëja ka me hu Prishtinën edhe ka me hu Pejen. Edhe për Sarek mos flasëm heq, se i bajthire krejt njerëzve që janë vetë vendose, PDK, votoni Bali Muharremin, mos ja jepni votën devollistonit, mos ja jepni votën këtina për Lumner Arpajgjikut, se nuk ja vlen, se nuk është njeri i fjallës, nuk është aj, është veç një njeri që punën për qatë klanin e vetë mrena që ka Zmohaxheri, do tjerë që janë ato klani tyne që është i ngusht, po këta nuk e kanë galen për njerës normal, këta nuk e kanë gale për poplin, këta nuk e kanë gale për kërkonin heq, këta e mbrojnë veç interesat e veta personale. Për që të punë, për e thamë, gjithë kush në Sarek që del me votu në balotash, votone Bali Muharremin se apet për mdel, unë jam kundra me votu Balien, po pej kër e posh dje, me gjithë qef ja jap votën Bali Muharremin. Tash me zgedh njënën prej dyve, Lëdykë edhe AK, me qef, sot ja jep votën Bali Muharremin. Bile unë ka shtije me nëzër biletën e aeroplanet e me shku me votu special Bali Muharremin. Veç mos me lonë me fitu, s'ka shans me fitu ashtu kështu, po qenë një gjest me bon për ta. Se nuk e meritojnë. Ata taman janë parti pateric e PDK-s. Ata parti nuk janë mo.
që shqiposhën e tje, as parti LDK më nuk është. Me tarë gjenapin e partije që ka pas përmi 70% poplit, sa me ardhë më po në patericë e PDK-s. është të merë është. Ku kanë përmu që si Gazmen Magjera, Ljubnera Blegjika, që si farë i kanë largu njerës më të mirë që i ka posë, edhe për largujnë për gjithë të ditë, se me rastin e këtina Gjaferit kanë me largu dhe shumë tjerë, se këj nuk është i parëndësishëm. Mos të harën Abligjiku që ja merë edhe një pjesë ko gjasit madhe LDK-s, në që se tentojnë me shku me shpurdh, henez, a i aroni kesh faktet krejt, kur t'ja qetë në publik krejt, që shenë këtë do majtë 7 kanë mera, 7%, as 7 bëli. A këja kom i kalu, bëli ka mundësi edhe nisma me kalu LDK, që shenë të shku në qëtë rritëm LDK ka mera, ato të sigur që pejen ka me hup, Prishtinin ka me hup, për sa reken mos flasëm heq, s'kem shka folin për ta. Zdikosh në balotash të të kënë, për nuk besoj që ka me mujt me marrë na i komunë dikun në Kosovë. Me që të 2 skandale që kanë ndodhë pram, LDK-a përfundimisht ka marrë fund për mu edhe për shumë tjerë, se e kanë pas çfarë ftyrët vërtet kanë ai grupi kriminal mrena që kontrollojnë LDK-n. Jo njerëz të thjesht, jo këta antartë që s'kan pesh, pa ata që janë 4-5 vetë, 6 vetë që janë mrena, që kontrollojnë me ta devollistan, ata janë të rrezikshëm. Ata të rrehin, mshojnë boks, dalin në televizor edhe në kuën thënë na ka ofendu. Aeroni sen s'kish ofendu, veç që kishtë thonë, mos nga një se rana janë. Edhe direkt nuk i kishtë thonë. Ky i murë hëgjëm jashajti me grue, me nane, me shkapat, edhe e nishke në përshesh të dosh më rej. Edhe thash, shqiptarë se ka pas bezakon me mshu nërshë gruës dikujt, me prej dikan adin rancë e vetë, hajde, adin munësh me, po të ke fundit t'i pagush pe pare vëtona o shpion. Nuk e di unë qysh ta lejon vetja me ra qas e njeri se konë kur maj mira. Unë kujtuat në kohën e pandemisë të ishe, unë e njerëzit në sy, se këtë doktor i fort, kush e ka Covidin e kush se ka. Pa të veç hajnat të një, se të s'nje kur gjonis, të veç hajnat. Edhe ke gjithë një gjëna që ato më shaj atina dhe hajt. Se të për të tërsa nuk je. Po nese, unë LDK në shë që shto, funi LDK-s në zgjedhjet e ardhshme, ka me konë tragjik për Ljubnera Blegjikun e për krejt LDK-n. Ju përshëndes, kalën e mirë deri në videon tjetër.